Po përse e nominon Mirin, pra? Po sepse Miri po t'ishte djalë tamam mirë, sidomos këtë rallë me ngjarjen e Kesit, unë po ta doja vërtet Stelinën. Ashtu si dosh, do t'i kisha shkuar asaj vajze, se ja kam shkuar, i kam thënë Stelinës. Stelin, unë e shoh që ti e dashuron atë djalë. Dhe kur dashuron një njeri, normal që dashuria është gjëja më sublime, më e madhja në botë, sepse pra te ka shkruajtur Romeo dhe Julieta. Dhe është ai që don dhe sepse tu ka shumë dashuri, unë besoj që dashuria e Mateos, se po e ngatroj pak a shumë, po jam dashuri që mendoj. Sepse edhe një herë kur pyetje si dashuron ai ka 4 vjet, por unë kam dashuri paralizuar edhe para 30 vjet. A kupton, ndoshta ajo jeton, e kam pas hondër, e kam prap dhe nuk e di ajo që e kam ke shtëpia, më kupton. Po, e kupton. Dashuria po suralizuar ngjelet prap dashurisë, si ka dashuria kështu. Po s'është ashtu, ke të drejtë, po ja kështu erdhëm këto kohë tani, ç'a do bësh tash? Unë jam i kësaj kohë, valla, unë jam asaj kohë, po mundohem përshtatem edhe me këtë kohë. Po, të drejtë ke, edhe unë jam më shumë me atë kohë se sa me këtë kohë, me thënë drejtën, jam si ty. Ke dhënë prova burrë pra tu, mos e vrit. Tani si përfundim Miri për çfarë arsye? Atëre Miri vetëm për skemat dhe për fjalë kryqet. Okej, për skemat dhe për fjalë kryqet. Për kaq, sepse është njëri vërtet nuk duhet të flas më shumë, sepse jo, besoj kemi folur bë. Emocione pastaj dal aty fiks përballë atit. Okej. Mirë tani, faleminderit shumë. Kam një gjë që jam i qartë, nuk është për shembull se rritu mendova. Je shumë i qartë, je shumë i qartë. Falenderoj shumë. Faleminderit.